Vitin 1451, kur hijet e perandorisë Osmani po zgjateshin mbi Ballkan, Gjergj Kastro Skënderbeu e kuptoi se vetëm trimëria e maleve shqiptare nuk mjaftonte. Duhej një dorë e fortë për te Adriatikut. Kështu nisi kapitulli i madh i aleancës me mbretërinë e Napolit në nënfolsin e 5 të Aragonit. Në Krujë, Skënderbeu mblodhi krerët e besës. Zëritiku mbonte si kampan. Arbëria është e fortë, por nuk është e vetme. Duhet të lidhim besë me ata që kanë flotë, armatime dhe fuqi përballë turkut. Krerët tundën kokën, shpresa e tyre ishte Napoli. Mbretëria që sudonte brigjet përballë Adriatikut. Ambasadorët shqiptar kaluan detin me anije të vogla, duke mbajtur në zemër amanetin e Skënderbeut. Në Napoli, ata u pritën me solemnitet. Alfonsi V, mbret krenar dhe stratreg i Mispeut, dëgjoi fjalët e tyre. Skënderbeu nuk lufton vetëm për arbërinë, por për gjithë krishterimin. Mbretit ju ndezën sytë, ai e pa Skënderbeu si një kështjell të gjallë kundër osmanëve. Traktati i vitit 1451. Në sallën e madhe të Napolit u nënshkrua traktati. Skënderbeu pranoi të ishte aleat i Alfonsit, ndërsa Napoli premtoi trupa, armatime dhe furnizime. Ky akt nuk ishte thjesht politik, por një beslidhje e shenjtë. Kur osmanët sulmuan, Napoli dërgoi kalorët dhe artilleri. Në betejën e parë, flamujt e arbërisë dhe Napoli palviteshin krah për krah. Ushtarët italian u mahnitën nga trimëria e shqiptarëve, ndërsa arbërit anë për të parë topat e rëndë që shkatruan rreshtat e armikut. Në një takim në Durrës, Skënderbeu dhe Alfonsi u takuan. Skënderbeu tha: "Unë jam biri i maleve, por zemra ime rreh për gjithë krishterimin." Alfonsi u përgjigj: "Jem buroja e Europës, pa ty Adriatiku do të ishte i humbur." Ky dialog u bë legjend, duke përcjell brez pas brezi. Aleanca nuk ishte gjithmonë e lehtë. Venediku shpesh e shihte me dyshim, ndërsa osmanët përpiqeshin ta thyeshin me sulme të papritura. Por Napoli qëndroi pranë Skënderbeut, duke dërguar ndihma sa era arbëria ishte në rrezik. Për popullin shqiptar, aleanca me Napolin ishte më shumë se politika. Ishte një shenjë se bota nuk e kishte arbëruar arbërinë. Në këngët e lautave, Alfonsi përmendej si mbreti që i dha dorë Skënderbeut. Edhe pas vdekjes së Alfonsit, lidhja me Napolin vazhdoi. Skënderbeu e përdori këtë aleancë si bazë për të kërkuar ndihma nga Papa, nga Firenze dhe nga Gjenova. Por Napoli mbeti gjithmonë aleati më i afërt, më i besueshëm. Kur Skënderbeu mbylli sytë në vitin 1468, arbëria ishte ende e lirë. Aleanca me Napolin kishte qenë një shtyllë e fortë në këtë rezistencë. Historia e tyre beti si dëshmi se kur dy brigje bashkojnë besën, deti bëhet urë e lirisë.